Kreu i grupit të Partisë Socialiste ndërkohë Niko Peleshi gjatë fjalës në kuvend u shpreh se qeveria nuk e ka kopjuar programin për zgjedhjet e 11 majit, siç pretendon opozita. Peleshi tha se jemi në qeverisje dhe do të qeverisim, ndërsa sfidoi opozitën duke i thënë se të premtojnë sot në këtë sallë që më 11 maj të mos jetë ditë e përleqjes dhe bllokimit të foltores, por një ditë ku t'i urojmë fitoren fituesit. Në gojën tënde, edhe kush të del përpara ta quash hajdut, para apo mbrapa. Megjithatë, unë jam për të bërë leksione opozitarizmi, por kjo puna e programit është me të vërtetë qesharake, sepse të kapësh një shifër, e thuash do ta çoj pensionin 300, rrogën 1200 e tjera, nuk ka nevojë të kopjosh tjetrin. Ju e keni thjesht kap një numër edhe nuk do të vi asnjë rasti të provoni që se bëni dot. Ne kur e themi e kemi problem, se duhet ta mbajmë. Jemi në qeverisje edhe do të qeverisim. Ndaj nuk kemi nevojë t'ju kopjojmë. Edhe kur ju e hapni shifrën si t'ju vi, sepse siç e thash në 11 maj ne do të jemi prapë këtu. Le të bëjmë një premtim njëri tjetrit, sot se dim rezultatin. 11 maj, siç e tha ministri Balla, të mos jetë një ditë e përleshjes edhe bllokimit foltores, me akuza votat e tjera, por të jetë një ditë kur ne, mbase për herë të parë, si dy palë politike, t'i urojmë fitoren fituesit. Ne e bëjmë, po e premtuat që ta bëni dhe ju, kjo do jetë një arritje shumë e madhe sot, për seancën e sotme, dhe mbas 11 majit kur të kemi seancën këtu. Tani, kjo është dita e komuniteteve, ne e kemi shkelur me dyja këmbët historikisht, nuk mund ta respektojmë sot, sepse natyrisht vetëm sot është e mirëkuptueshme. Jemi në prag të fushatës, është e natyrshme që do të jepni mesazhet tuaja. Unë dua të çoj një mesazh, së pari një mesazh falënderimi për të gjithë deputetët, kolegët e Partisë Socialiste, por edhe për deputetët e tjerë të opozitës. Do kemi seanca të tjera, natyrisht nuk është seanca e fundit, por meqense jemi para zgjedhjeve, të falenderoj punën e gjithë secilit për punën, për kontributin, qoftë në opozit, por natyrisht kolegët e mi në majorancë, sepse ajo që do të ngelet kur vitet të kalojnë nuk janë këto fjalët që shpërndan flamurin në ajër, edhe epitetet që i vendosim njëri tjetrit, fyerjet, ofendimet, sharjet, por do të ngelet punët që kemi bërë. Dhe kemi bërë punë të mira, padyshim. Edhe ju keni dhënë në momente konstruktive, keni dhënë kontributin tuaj. Një nga kontributet e vyera ishte konsensusi për ndryshimin të kodit zgjedhor, që japi rrugën diasporës. Edhe këtë le ta quajmë të paktën këtë një punë të përbashkët, edhe një punë të mirë. 250.000 bashkëdhetarët tanë në 11 maj do të votojnë nga shtëpitë e tyre kudo që ndodhen, pra votën e diasporës. Me këtë punë përbashkët, ne kemi patur një ambicie politike të vazhdueshme. Ja dolëm që të jeni edhe ju në krah të ndryshimeve tona dhe ta bëjmë atë të mundur.